Ka një javë që avokati i Sali Berishës Genc Gjokutaj lëshoi një mesazh të ashpër në rrjetin e tij social ku fliste për përplasje trup me trup e jo në distancë apo online. Të gjithë që e kanë komentuar këtë zhvillim mjaft interesant dhe të bujshëm, ka gjasa të kenë gabuar në çkodimin e mesazhit që duke i menduar dhe kishte një adresë tjetër, por çfarë shkruante avokati i Genc Gjokutaj në postimin e tij? Sot armiqtë e dikurshëm të PD të penduar por të paguar dje dhe sot nga Rama & Co, po përgatiten të riasgjësojnë PD-n dhe Berishën. Disa prej tyre dhe deputetë të PD-s, nesër të klonuar nga Rama, janë të shfaqur me emër dhe mbiemër, dhe betejë me ta sot është më ashpër, pse do të luftohet fizikisht dhe jo online si dje. Nuk mund të largojmë shpëtimtarin ton për atentatorët ndaj tij, qofshin burra, gra, gay apo lesbike. Lufta është e shpallur. Bujrum. Ky ishte mesazhi dhe në bazë të komenteve të zhvilluara, adresa shkonte tek një numër i vogël emrash që mund të tentojnë të përmbysin doktorin dhe njerëzit e tij kanë shpallur luftë. Por, kush janë këta, se përveç Alesia Balliut, Dash Sulës dhe Fluturaçkës, nuk ka folur kush, por që të tre janë jashtë PD-s. Nëse ka patur një personazh që ka folur i pari dhe i vetmi pas humbjes madhështore të PD-s më 11 maj nga enturazhi i doktorit, ai është Fredi Beleri, i cili i krejt shkoqur tha se Berisha duhet jepte dorëheqjen dhe t'i hapte rrugën një projekti politik të ri opozitar, projekt që duket siç ka ndodhur shpesh tek ne, por edhe në vende të tjera të rajonit, kanë pasur edhe ndikimin dhe ndërhyrjen e qarqeve greke. Nga 1992 deri sot, qarqet politike, por edhe ato parapolitike, apo të atyre që quhen Deep State, kanë patur rolin e tyre qoftë në Tiranë, qoftë në Shkup, ku investuan fort tek një kryeministër që bëri paktin e shekullit me ta, siç ishte Zoran Zaev, i cili kur e larguan, ja vuri fajin amerikanëve dhe shqiptarëve, kërë i sjell në skenë nacionalistët e VRMO-s, e cila ka ende të freskëta gjurmët e shërbimeve sekrete ruse dhe serbe, të përmendura me emër e mbiemër nga Ali Ahmeti, i cili para zgjedhjeve të shkuara përmendi me kod pseudonimet e udhëheqësve të opozitës, që më pas morën pushtetin. Vojislav Šešelj, lideri radikal serb dhe kreu i paramilitarëve proksi të Moskës në luftrat e ish Jugosllavisë, ishte personazhi politik më i rëndësishëm i krahut pro-rus në Serbi. Dorëzimi i Slobodan Miloševićit në Hag nga kryeministri kurajoz Zoran Xhinxhić, i cili po e çonte vendin drejt perëndimit, pati si pasojë vrasjen e tij për qarqeve të lidhura me Moskën dhe fijet e saj në rajon. Më pas u vra Kasapi Arkan dhe aktor pro-perëndimor morën drejtimin e vendit për të mbushur boshllëku nacionalist. Ishin lëvizje diplomatike që i lanë duart me plakun Šešelj, i cili kishte përdorur si kamerier Tomislav Nikolićin dhe Aleksandar Vučićin, por ishin pikërisht këta të dy që një ditë morën shumicën e Partisë Radikale Serbe, u bashkuan me filorusët e gruas së Miloševićit si sekretari i tij Vulin dhe krijuan SNS-n, Partinë Progresiste Serbe, e cila është në pushtet të pandërprer prej vitit 2012. Si pasojë një koalicioni ndërmjet filorusëve të atashuar si Vulin, Dačić apo një pelivan që luan me dy porta si Vučić, një skemë ngjashme u përdor për të rrëzuar edhe Milo Đukanović në 2020 me anë të çetnikut shqiptar Dritan Abazović, i cili kur u bë kryeministër, bllokoi vizitën në Beograd të ministrit të jashtëm rus, Sergej Lavrov, duke i mbyllur hapësirën ajrore të Malit të Zi, akti fort politik që i kushtoi karrierën dhe e rrëzoi Dritanin nga posti i kryeministrit. Sot në pushtet në Podgoricë janë ca djemë të rinj të shkolluar në Perëndim, por që kanë një marrëdhënie të ngushtë si me Beogradin, si me njerëzit e Moskës që i kanë vënë të drejtojnë parlamentin. Të gjitha këto lëvizje në rajon kanë ndodhur në vite e vite si një përplasje interesash apo oreksesh, që prapa kanë plane strategjike që bëhen nga shtete serioze, qofshin fuqi të mëdha apo të vogla. Kjo në fund të fundit është politika. Sali Berisha i ungjit Athinës me kandidaturën e Fredi Belerit, pikërisht për ta shpëtuar nga izolimi ndërkombëtar e për të ndikuar në lobimin e heqjes së non gratas, gjë që nuk ndodhi e s'ka si të ndodhë në të ardhmen. Ndaj me të drejtë, ata faktorë që e mbështetën nuk kanë përse të heqin dorë nga planet e tyre, edhe pse patën një dështim olimpik apo një shammat nga kundërshtari i tyre Edi Rama, madje me deklaratën e ish diplomatit të njohur amerikan në Ballkan, Philip Ricker, se SBA do të angazhohet gjithnjë më pak në rajon, krijon mundësi më shumë për aktorët e tjerë, të cilët natyrisht që do ta mbushin vakumin dhe do të forcojnë influencën e tyre në politikën e Tiranës. Ky vakum në opozit është një terren pjellor për çdo strateg të ngritjes dhe mbështetjes së një leadershipi që tek e fundit së pakun nuk do ta ketë kundërshtar. Dëloj Sali Berisha e kupton më mirë se të tjerët, pasi edhe vetë ka qenë në hullinë e aleancave dhe lëvizjeve të tilla me qarqe të rëndësishme, por ai u ka bërë të ditur aktorëve brenda PD-s se kush do të bëhet pjesë e bandës së Brutit, do të sulmohet fizikisht, jo thjesht online. A hyn edhe Beleri tek ky grup për cilin foli avokat Gjokutaj një javë më parë? Gjasat janë që po. Megjithatë, lista duket edhe më e gjatë.